që tash përpyet që në vitin 912 që u shpall ka një tip bazë ligjore, një që e quajtur si kushtetut, përmenden dhe pyet. Realisht dihet se sa funksionojnë atë kohë, se erdhi lufta e dytë botërore, pastaj për të thënë të drejtën më mirë funksionoi mas qeverisë Lushnjës dhe vetë gjithë qeverisja e Shqipërisë. Po të marrim vetëm fabrikën ose në marrë për punim dronit të Fusharës, ka shfrytzuar në vit me mbi 100.000 metër kub. Nga 8.000 metër kub i kanë dalë çdo 10 ditë nga sharat e Pusë. Dikush e shikonin Shqipërinë si një vend me pyje, dikush e shikonte si një vend pa pyje. Dhe më bukur se thot Hidromantaneli në një udhime që ka bërë në Shqipëri dhe thot mes tyre nalet shumë edhe te problemet e pyje dhe thot, unë thot pash pyje, thot po pash dhe vende zhveshura. Sa të futet në një pyll, ta zgjoni të bashkë, çfarë qetësie shpirtërore ke. Dhe kjo është një qetësi shpirtërore që merr aty përveç normave të tjera që kanë çrrimi.